Kryeministri Edi Rama teksa mbante fjalën e tij në forumin ekonomik ndërkombëtar në Tiranë, iniciativa investimeve të së ardhmes, u shpreh se është shumë krenar për atë që është arritur deri më sot. Dhe dua të them që jemi shumë krenar për atë çfarë kemi arritur deri më tani. Më besoni, askush nuk do ta kishte imagjinuar atë çfarë po ndodh sot, atë çfarë ndodhi dje, dhe nuk po flas për imagjinatën e 100 viteve më parë, po flas për imagjinatën e 10 viteve më parë, 5 viteve më parë. Kështu që kemi bërë një rrugë të gjatë. Tani më jemi dëshmitar të rezultateve, të ndryshimeve që po realizojmë. Dhe kjo është një gjë që ashtu siç na jep kënaqësi edhe na tmerron, sepse përgjegjësia është shumë e madhe. Rama ka bërë batuta me presidentin Emmanuel Macron, teksa u shpreh se studentët francezë që vinë në Shqipëri nuk duan të largohen, por kërkojnë të punojnë në vendin tonë. Fal ndihmës së tij e ndihmës së disa udhëheqësve të tjerë, kemi çelur degën e re të Kolegjit të Europës në Tiranë. Ishte një vendim i jashtëzakonshëm që vijoi vendimin e mëparshëm të çeljes së degës apo kampusit të dytë, duke qenë se i pari ishte në Brysh, e i dyti në Natolin, në vitet 90 për të ndihmuar vendet që ishin përtej murit të bëheshin pjesë e Europës. Por, ajo çfarë ndodh është që kemi student nga e gjithë Europa dhe ata që vinë si student nga Europa duan të qëndrojnë të punojnë në Tiranë. Nuk duan të shkojnë më në Francë, Emanuel. Dhe shpresoj fort që opozita nuk do t'ju fajsoj që në fakt ju jeni shkaku që ata duan të rinë në Tiranë, duke qenë se keni ardhur kaq shpesh në Tiranë. Kryeministri u ndal tek një shprehje e Donald Trump, i cili thotë se Zoti e shpëtoi sepse ai ka plane për Amerikën. Besoj dhe vazhdoj të besoj me të gjithë fuqinë time se kur Donald Trumpi thotë që Zoti e shpëtoi sepse ka një plan për Amerikën, ai thot në fakt vetëm gjysmën e së vërtetës. Unë besoj se gjysma tjetër e së vërtetës është që Zoti e shpëtoi sepse ka një plan edhe për Europën. Dua ta ndaj me ju këtë bindje që kur dëgjova presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës të fliste për një epokë të artë që po afronte, ndjesia ime ishte që në fakt, duke i uruar më të mirën sigurisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që një epokë e artë mund të çelet edhe për Europën. Kreu i qeverisë më tej deklaroi se sot Shqipëria do të përcjellë mesazhin që do më shumë, që ka nevojë për më shumë njerëz që i besojnë.